Fshati Oleni në Ilia të Greqisë po bën një hap të papritur dhe të veçantë për të mbështetur familjet dhe amësinë. Gjatë takimit me banorët në takimin me anëtarët e folklorit kulturor, kryetari i fshatit George Dimitropoulos njoftoi një iniciativë që po tërheq vëmendjen e të gjithë komunitetit dhe i bëri me dije se do të ndajë nga paga e tij personale një shumë për 1.000 eurosh për çdo grua që zgjedh të qëndrojë përgjithmonë në Oleni dhe të jetojë aty si dhe për çdo grua që vendos të rrisë fëmijët e saj në këtë fshat. Sipas Dimitropoulos, iniciativa ka një gjurmë të qartë sociale dhe zhvillimore dhe synon të mbështesë familjen, amësinë dhe shëndrimin e të rinjve në komunitet. Ai e përshkroi këtë hap si një shembull të solidaritetit praktik dhe të përkujdesjes për zhvillimin e fshatit dhe të ardhmen e tij. Të pranishmit në ceremoninë festive e kanë pritur njoftimin me entuziazëm dhe e përshkruajnë si një shembull të ndjeshmërisë dhe mbështetjes së grave dhe familjeve që vendosin të kontribuojnë në komunitetin lokal. Kjo iniciativë pritet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e fshatit dhe të inkurajojë të rinj dhe familjet e reja të qëndrojnë dhe të rrisin fëmijët në vendlindje, duke ruajtur kulturën dhe traditën lokale. Antari Guxo Kujtim Hajdai kritikon Abdullah Hotin që refuzon të votojë Vjosa Osmanin presidente duke kërkuar një figurë apolitike, gjë që sipas tij është absurde pasi presidenti zgjidhet nga partitë politike. Ai akuzon Hotin për standarde të dyfishta kur LDK-ja votoi Thaçin dhe thotë se arsyeja reale është pakënaqësia personale e Hotit ndaj Osmanit, të cilin e fajson për zotëzimin e qeverisë së tij dhe humbjen e LDK-s në zgjedhjet e 2021-shit. Postimi i plot. Synuesi për kryetarin të LDK-s Abdullah Hotin nuk e voton Vjosa Osmanin për presidente sepse e don presidente apolitike. Sipas tij, gjatë 5 viteve Vjosa Osmani pas ka qenë dasht me qenë e pranueshme vetëm si apolitike. Me këtë formë të kushtetutës që e ka sot Kosova, presidenti zgjidhet nga Parlamenti i Kosovës që është i përbërë nga partitë politike, por edhe sikur presidenti të zgjidhet nga votat e drejtpërdrejta të qytetarëve, prap se prap do të kishim një president me ndikime politike sepse e vetë bota funksionon si e tillë. Në të vërtetë, pretendenti për kryetar të LDK-s Abdullah Hoti pas ka dashur që presidentja gjatë mandatit të saj 5 vjeçar të ishte apolitike, kërshi qeverisë së Kosovës apo kryeministrit Albin Kurti, dhe vetëm kështu Abdullah Hoti do ta votonte Vjosa Osmanin për presidente. Por çka do të thoshte Abdullah Hoti nëse do i bëhej pyetja pse ti dhe LDK-ja e votuat Thaçin për president, pasi ai ka qenë tepër i politizuar dhe as pak apolitik? Sa po e kuptojnë drejt Abdullah Hotin, ky po e dash ka dikë për presidente si Nën Tereza larg politikës absurde. Mirë po Abdullah Hoti s'po guxon me thanë se presidentja e ka përfaqësuar në mënyrën më të mrekullueshme Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ky argument s'po vlejka për Abdullah Hotin, ndoshta Abdullah Hoti pas ka desht një president apolitik, edhe ka shi skenës politike ndërkombëtare. Në të vërtetë urrejtja e Abdullah Hotit ndaj presidentes qëndron atë sepse ai e sheh Vjosa Osmanin si shkaktare kryesore kur rrëzua qeveria Hoti e votuar dhe cilësuar si ilegale, por edhe për sjelljen e partisë së tij në 12% në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021.